theve Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, duke mbështetur në dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, ka ngrit akt akuz kundër pandehurit Muhamet Hajredinaj në dhënat e cikulacion e proces verbal, sepse me datë 27/11/2024 rrethorës në shkollë në objektin e shkollës fillore përmesme të Ol Xhemaj Mustafa në Prishtinë, i pandehuri duke vepruar në cilësi zyrtare si arsimtar i gjuhës angleze me qëllim të nxitjes së urrëties për çarjet e mosdurimit midis grupeve kombëtare, etnike dhe fetare në Kosovë, ka ndërmarrë veprime konkrete në atë mënyrë që sapo ka hyrë në klasën e 6-4 dhe i përballur me pamjen dhe simbolet kombëtare shqiptare që nxënësit kishin veshur me rastin e festës së flamurit kombëtar shqiptar, i pandehuri për shkak të bindjeve të tij fetare, të cilat i ka shpërur edhe më parë në praninë të nxënësve, ka marrë flamurin kuq e zi dhe plisin dhe përkundër kundërshtimeve të nxënësve i ka hedhur në shportën e mbeturinave, si dhe ka larguar nga ora mësimore një nxënëse e cila mbante këto simbole kombëtare me qëllim të pjesëmarrjes në programin festiv të organizuar nga shkolla për ditën e flamurit, çka me këto veprime të kryera publikisht kanë nxitur urrëtie dhe mosdurim ndërmjet grupeve kombëtare, etnike dhe fetare. Me këtë edhe ka kryer veprën penale nxitja e përçarjes dhe mosdurimit nga 141 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 8 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Kjo është gjyqtar. Faleminderit. Prokuror Mohamed. Patru të qartë akuzën, a kemi të qartë akuzën që vjen të bashkë së që të veri. A ka nevoj me shërim shtesë lidhur me akuzën? Jashtë është ndryshim një ngjarje skrecik. Jo, vetëm aty qartë, ato që janë bashkë. Mirë, Mohamed, me qenë se ju e keni të qartë akuzën, nuk keni nevoj për shërim shtesë, gjykata ju njofton që në këtë fazë procedurës penale ju duhet të deklarohu për pajësinë, ndjenjë apo jo fajtore, për veprën penale që ju vihet të parë sipas kësaj akuzë. Pra që gjykata ju njofton se nëse në këtë fazë procedurës penale pranohet fajësia, gjykata nuk shohet në procedurën e provës, nuk dëgjoj të shpejtare, shkojnë tek proces në vendimin mbi dënim. Apo gjykimi marrë nga ana pranimit të fajësisë, nuk mund ta afrohet për shkak të vërtetimit jo të gjendjes faktike. A keni të qartë udhëtime? Ato mirë. A mund të deklaruar a ndjeni vetëm fajtore për veprën penale sa vihet të parë sipas kësaj akuzë? Nuk ndjehet të parë. Ja, po duhet të thonë se nuk e ndjen vetëm fajtore për veprën penale.